Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Kjo datë është një datë shumë e shënuar në kalendarin liturgjik, është një fest mariologjike, pra e kushtuar të shenjtë të Vegjereshës Zonjës së Mari, dhe sipas kalendarit kishtar, ne sot kujtojmë, përjetojmë hyrjen e Vegjereshës Zonjës së Mari në tempull, për kushtimin e saj në tempull. Kjo nuk na vjen nga shkrimi i shenjtë, por na vjen nga tradita e shenjtë që përkishën ka të njëjtin autoritet si shkrimi i shenjtë. Tradita kishtare, shekullore, na thot që yprindet e shenjtë Joakimi dhe Ana, të cilët morën fëmijën e tyre si dhuratë nga Perëndia, ata kishin bërë një premtim që fëmia do që t'ishte djalë apo vajzë, ata do t'ja përkushtonin Zotit. Dhe kur Vegjeresha Mari mbushi moshën 3 vjeç, atëherë yprindet Joakimi dhe Ana u kujtuan për premtimin që i kishin dhënë Zotit. Pavarësisht se dashuria e tyre për fëmijën e tyre, për vajzën e tyre ishte e jashtëzakonshme, sepse ishte një fëmijë që ishte dhuruar në moshë të madhe, në pleqëri. Dhe gjithçka që ata kishin dhe ishin, e kishin dhënë te ky fëmijë, por dashuria për Zotin është më e madhe se dashuria dhe lidhjet e gjakut, edhe se dashuria e prindit e nënës për fëmin. Prandaj edhe Zoti thotë, ai që do nën, baba, vëlla, grua, fëmijë, më shumë se mua, nuk është i vyer për mua, sepse Zoti na do më shumë se që na do prindi, që duam veten, që duam njëri tjetër. Kështu që mbajtën premtimin. Kishin një problem si prindër, sepse kishin frikë se ndoshta fëmia e tyre, Maria e vogël, mund të mos shkëputej dot nga nëna. Dhe morën disa vajza vigjeresha nga fiset e judenjve dhe vendosën në mes me llamballa të ndezura që Vegjeresha Mari, foshnja e vogël, kalonte në mes, të utohej nga dritat, të shkëputej nga nëna dhe të shkonte në tempull dhe aty të qëndronte. Ashtu bën. Por çudia ishte se edhe pse fëmia ishte 3 vjeç, Vegjeresha Mari, ajo me njerë u shkëput nga nëna e saj, nga gjiri i saj, dhe eci drejt tempullit, ku e prifti Zaria. Atere kryeprifti Zaria u ndriçua nga shpirti i shenjtë, profetizoi dhe tha, ti je përmbushja e profecisë që unë thash, që thanë profetët, ti je premtimi i Zotit. Dhe mori këtë vajzë të vogël, e futi brenda në tempull. Shpirti i shenjtë ndikoi tek profeti Zaria, te kryeprifti dhe e vendosi këtë vajzë të vogël në pjesën më të shenjtë të tempullit, në shenjtërorin e shenjtërores. Atje ku ishte arka e beslidhjes, ku ishin 10 porosit në rrasat e gurit, ku ishte qypi me manën, ku ishte shkopi i Aronit. Atje mund të hynte kryeprifti vetëm një herë në vit, edhe duke u dridhur dhe duke mbajtur gjakun e kashe për ndjesën e mëkateve të popullit të atij. Aty hyri Vegjeresha Mari, ishte shpirti i shenjtë që e drejtoi aty. Dhe prej asaj kohës, derisa e mbushi moshën 12 vjeç, qëndroi në tempull, larg prindërve, i haroi prindët e saj, u dashurua me Zotin, u dha e tëra tek Zoti, larg botës, larg mëkatit, edhe me mendim. Është një mister i madh për jetën e saj brenda tempullit. Veç Perëndis dhe kryengjëlli Gabriel që kujdesej për të dhe i sillte ushqim angjëllor, askush nuk e di si kaloi ajo brenda në tempull. Por ajo na mësoi që shenjtëria i është dhënë njeriut dhe kjo shenjtëri arrihet kur ne qëndrojmë në tempull, që sot është kisha, ku ne përkushtojmë në lutje, në kreshmim, në agjerim, në lexim, në meditim. Atje në tempull ajo u shenjtërua, e gjitha u bë hir plote
të roqi simpatin e Zotit, dhe Zoti e zgjodhi atë si më të bekuar të gjithë grave. Dhe nga tempulli toksor, tashmë do bëj tempulli qiellor. Do mbaronte koha e tempullit toksor të Solomonit, që ishte në Jeruzalem, dhe do fillonte koha tjetër, që Perëndia nuk do rinte më në ndërtesa gurësh, po do rinte në zemrat e besimtarve, në shpirtrat e besimtarve, në trupat e besimtarve. Dhe kjo u realizua në mënyrë të veçantë dhe të parë tek e tërshenjta Vigjeresha Zonja Shmari. Prandaj ajo quhet ajo që ndau dhjatën e vjetër dhe startoi dhjatën e re. Këtë dhjatë, këtë beslidhje që jemi dhe neve sot. Prandaj këtë kujtojmë sot, të dashur të krishterë. Por do thoni juve, sa mirë, çfarë fati pati Vigjeresha Mari. U bë tempulli i gjallë i Zotit, sepse tek ajo qëndroi fjala u bë mish dhe lindi për shpëtimin ton. Por mos harroni, të gjithë neve që jemi të krishterë ortodoks, jo thjesht nga emri, jo nga tradita, por nga misteret e kishës, nga pagëzimi, nga mirosja, ne jemi pastruar, ne jemi ndriçuar, ne jemi shenjtëruar, ne jemi tempulli i Zotit. Edhe ata që do të kungohen sot, çfarë do ndodh me ata? Tek ata do vi Zoti, siç vajti te Vigjeresha Mari, do qëndroj tek ata dhe do jetoj tek ata, do lëviz nëpërmjet atyre. A e kuptoni sa të rëndësishëm që jemi? Ne nuk kemi njerëz të rëndomt, nuk kemi as njerëz të vdekshëm, por jemi tempuj të Zotit, tempuj të gjallë të Zotit. Ky është privilegj, po është dhe përgjegjësi, sepse kush do guxonte të prekte një kish, të dhunonte një kish, të përbalte, të shkatronte një kish, patjetër, ata që kanë bërë janë dënuar. Por dhe neve, që jemi tempulli i gjallë i Zotit, ne duhet ta ruajmë kishën e Zotit, veten tonë, shpirtin tonë, trupin tonë. Duhet ta ruajmë të pastër, të shenjtë. Madje dhe ata që i cënojnë të krishterët, ata dënohen, se ata nuk vrasin dhe nuk ofendojnë, nuk dëmtojnë njerëz, por tempuj të gjallë të Zotit. Por dhe neve duhet kemi kujdes, si thash, ta ruajmë të tempull të gjallë, mos të mëkatojmë, por në qoftë se mëkatuam, me njerë të pendohemi e të rrëfehemi, që kështu Zoti të qëndroj brenda nesh, sepse është një shprehje në Bibël. Ai që do dëmtoj tempullin e Zotit, atë Zoti do dënoj. Në qoftë se neve dëmtojmë tempullin e Zotit, Zoti do na dënojë ne, sepse Zoti është i drejtë, por dhe ata që na cënojnë dhe na dëmtojnë ne, dhe ata do dënohen. Kështu pra të dashur të krishterë, le të mbajmë mend këtë mirësi të Zotit, këtë dhuratë të Zotit, që sipas Vigjereshës Zonja Shmari, që është tempulli i parë dhe i gjallë i Zotit, edhe neve jemi tempulli i Zotit. Le të qëndrojmë kështu deri në fund. Amin.